Ju përshëndes shikues nderuar televizion Shqiptar të Amerikës, jemi në emisionin Ëndra Amerikane, cikël emisionesh që është hapur në kuadër të 250 vjetorit të pavarësisë të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Komuniteti shqiptar në Shtetin Bashkuar të Amerikës është mbi shekullor. Të gjithë shqiptarët amerikanët janë qenë dhe janë miq të mirë të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe asnjë s'kan harruar vendlindjen. Jo vetëm si individ, por edhe si organizime kanë arritur suksese. Dhe të gjithë shqiptarët janë munduar, jo vetëm prindrit, por edhe fëmijët, për të realizuar ëndrën e tyre në jetë dhe ne e quajmë atë si emigrant ëndra amerikane. Sot kam nderin që të kem një të nderuar, është Ervin Tinaj, është avokat me origjinë pra nga Kelmendi. Avokat, të falenderoj shumë që jemi sot në bisedë, jam shumë i kënaqur, jo vetëm si drejtues institucioni, si një institucion televiziv, por edhe si prind, pasi më bëjt qefi, edhe është një merit e madhe për ju personalisht, edhe për familjen tuaj që ju ka edukuar, edhe ju ka suportuar për të arritur një nivel të tillë, sepse edhe ju jeni emigrant në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mirë se ke ardhur. Të gjitha, ju i faleminderit për ftesën dhe jam i kënaqur me kene këtë studio me pas këtë bisedë me ty. Fol për rrjenjët tuaja, familjen tuaj, nga jeni me origjinë, çfarë mban mend dhe çfarë din nga gojdhenat për të parët tuaj. Po, na jena baba jena prej Malësis Mallë, prej Kelmenit. Jena fis sëdjan dhe parton kanë dalë në vërmosh bela tash e qene sa vite. Si gjithë tjertë. Kanë pas tokën, kanë punu në tokë, kanë marrë pjesën ato që kanë marrë pjesë me ata tjertë. Se më thonë, nuk jena as ma nalt, as ma poshtë, po një është të barabarë si të gjithë tjertë në atë aspekt. Kur keni qenë fëmijë në Kelmend, çfarë kujtoni? Largimin si e përjetuat? Unë kam le ku ka le Prakcali, unë kam le në Torovicë. Si ka ndodhur kjo? Baba dimlit dimnotën në Torovicë. Bate 7 ditë më ullë kam, prej vërmoshit, i mërë të tana baktit e dimnot atje. Kur delte, në pranverë se i të dita pak me zgjat, banote 5 ditë. So, kam le atje, 2 klasa i kam ba atë në vërmosh, atër kena ikin në nërën në 90-ën. Po, atje në Torovicë e majmen pak, edhe në vërmosh e majmen pak, 2 gjana specifike që i majmen në kënë kur isha bela i verë për para që kena ik, ose bela edhe natë verë para se kena ik. Ishëm aty në bashkë, edhe kishëm qarapin e qkyme. Edhe i thoshëm në hanë, si thëmë, një gjë, sa të rritëm, kam me ik se i kam qarapin e qkyme. Ajo e majmen ata, pikrisht. Bela ishëm 8 vjeç. Po me shokët e tjerë të shpjeve të tjera që isha të afër, çfarë mban mend? Atë ishëm tanë fisi jonë. Lushim, e majmen se lushim top. Kishim një top që ishte plasmazit, ishte jashtu me tel. Lushim aty. Se më thonë, pak po, ato kujtime që i kam për shemë, ja kanë bukra, po me sa janë, so, kam ik shumë i vogël, dhe thuje se jam rritë këtu në Amerikë, me tradita shqiptare, po thuja kultura amerikane. Kur është larguar nga vendlindja, familja juaj, a ju kujtohet ajo ditë keni ikur në rrugë ligjore, o jeni ikur me duke nga aratisur, si ishte? Aja është gjana tjere që e majmen shumë këthillë, e majmen si me kanë mram. Atë ditë, se atje në Torovicë ujta kanë prej detit, prej shninit. Edhe aja kanë ujtë me kryp. Edhe prandaj unë edhe nana që kemë ne shumë atje, kena pas azme. Prej ujtë me kryp. Edhe atë ditë e majmen se më ka vu nana me fjetë. Me fjetë atë mesditë, e kuptën. Edhe kur jam qua bela kënë 9 sati, 9 gjysë të qka, edhe ishim aty në dhomë pritjet, edhe unë sa u qova, 8 vjeç, sa u qova i shishim këta për 8 anë të folë veshëm shumë të vogël. Edhe
fjalët e para që më kanë dalë prej gojet, pse po flitni ashtu se më dash me ik. Pa ditë, zero. Ishi 10 vjet, a 9 vjet sa keni qenë? 8 vjeç. 8 vjet. 8 vjeç. Po fjalët e para që më kanë dalë, për shembull, sa kam pastru sënet pak, pse po flitni ashtu se më dash me ik. Edhe e maj men më ka kthyer baba në sënt ballit, edhe më ka qesh. Okay? Edhe ka ardhur aty, edhe ka thonë, banu gati se sonë do na me ik. Pikërisht. Tash, ai ka mujt me thonë, më lëgojnë, më sashton, nena, po tash, kjo janë shumë gjëra thjesht, po me kthyer nga ana psikologjike, për shemb, është shumë më thellë që edhe profesorët e studiojnë atë punë. Tash, me një ato fjalë, mua ma ka bën zemrën mal. Më ka bën pjesë e skuadrës. E kupton? Po do shumë. Edhe atë natë që kena ik për mal. Kena ik për mal, që edhe na kishin ashtu 100% se më thonë na kishin çfaros krejt. Cili vit ka qenë? 90-ën. 90-ën, po. Ja, se 44-ën, 45-ën, edhe në 89-ën, 90-ën, në fillimin marim, kufinja kanë maj përgjakshmi që i ka ekzistua. Edhe atë që i kena ikë, për shembull, ashtu ka me ndur bam, po kërkun s'kan pas nevojë me macit dorën. Edhe prej aty në fjalëve. 100%. Çfarë muaj ishte? Nënor. Edhe atë që i ikshme, jena kanë, baba shkote 50 metra para nesh vitin na merrte. 50 metra vitin na merrte. Mrapa kam një të thonë, kur ka dalë një kodër, sa kanë kthilt. Kur ka dalë një kodër, a kanë hana, po si ka ra dërmjet pemve, i të barabar si ti të kanë një elektrik. Edhe aty ka menua se më thonë marum, po tash, a i për atë punë jeste 50 metra për para, që i pritë zot me nolë të qka, pakten këta e kanë mundësin se më thonë mu shpërda me jashton tjetër, po, për atë sekonda 2 se më thonë, a i ka menua se je kjo, s'ka ma. Sa veta ishit gjithsej? Jina kënë baba e nana, edhe na 3 vleznit, a kënë djali tezës, edhe a kënë bajza e dajs, Gjergjit prej Lezhët me 2 fëmijë. Dhe mandej, si ju eci rrugan, basi kaluat kufinin, juve mund të tregoni ato që të rëfejnë prinit, se qanë ban mend vetë. E maj mend se kur pat me dalë aty në Gusin, kena shkua, kena gjithë një post shtetnore, edhe jina raportu aty, edhe pastaj prej aty, këta që janë kanë 18 vjeçë ma shumë, Gjergji, Vlau, Petriti, këta i kanë qua si punë dënimit, kanë bën 30 ditë burg, ne na kanë qua një hotelin në besojnë Beograd, kena ne aty na ato letra më duket janë kanë 4 diçka, kena panaj ma shumë se 30 ditë, kena panaj gati 45 ditë, edhe këta s'dishin ku jem aknena ashtu, atë na i rregulluam ato, prej aty kena shkua një hotel, kena ne 6 muaj atje, a kenë si kamp refugjat. Edhe kena pas dajën këtu që ishin gati 80-ën, edhe na i ka godit vizat e të tëna, tërë kena ardhur në Amerikë me prill 1990 ishin. Këtu, ku që priti? Nikol Hysaj, aja është bashdaja. Dhe ju priti këtu, kur ardhë? Këtu në Michigan, po. Si ju kujtojnë ato ditë, ajo periudhë? Edhe më fol pak për atë kulturën e shkollës në Shqipëri, edhe këtu, kur vije në shkollë. Tash, Amerikës, ja kishim një zonë, në kupton? Thuja se priqim, zi se më thonë, dygësh pa dalën qilë. Po. Tash, prej ka kemë barë për shemë, tekstualisht ashtu ishin makinat, ishin gjana që si kishin pa kur. Në 90-ën, Shqipnia kanë numërin 1 me ma pak aksidentet të në botë. S'ka pas makina, e këpëtën? Tash, atër, na duk ma tekstualisht një ashtu, edhe ma ashtu si kanë imagjinua, si dhe mos baba këta.
Pastaj atëherë kam hi në klasë 3 këtu. Me shkollën atje në Shqipëni ishim, zisa ishim bela 20 studentë në ato banka, këtu ishim 30 vetë një klasë, kishin gym, kishin gjanat, ishin studenta shumë. Pa ditë anglisht kur gjë, as banjën nuk dishim me gjithë. Po ishim 9 vjeç në atë kohë, po bela 6 muaj mësua anglishtën shpejt, si të gjithë tjerët. Çfarë më mend nga familja, azhonimi i familjes në jetën amerikane, si përparovi familja? Pasi do të thënë që ju sot jeni një nga familjet më të sistemora të Shqipërisë, juve, vëllezërit. Faleminderit për ato fjalë, po kur kena ardhur kanë punë në restorante. Baba ka punuar në restorant, edhe ka punuar për një malësor, edhe ai malësori ka thonë, ja ka thonë 2-3 fjalë, se më thonë që kursi ka harrua, edhe ka vepruar në ato fjalë. I ka thonë një gjë, çfarë do të bash, makinën duhet me mësua i ditë më parë, se ka marrë koha që djali, reja, nipi, mesa, tjetër, jo se nuk duhet me qua kështu, po është vetë veni që s'ka me pas kohë dhe kemi meti burgosën mrenë. Edhe me ato fjalë se më thonë vrape ka veprua dhe e ka mësu makinën. Kur e ka mësua makinën, atëri ka thonë edhe nanës duhet me mësua. Po mi thonë nanës me mësua makinën në atë kohë disitë, si mi thonë me shku me javjën. Ashtu edhe nana e ka mësua 20 vjetë i ka gra makinës. Se atërë s'kena pas telefone, GPS e këto, po i ka ditë rrugë për maja gishte. Të kisha, të vorët, të kjo, të tjetra, të gjitha i ka ditë, edhe 20 vjetë i ka gra. Edhe sot mund të migra sa për atë punë, po, nuk ka nevojë. Po, gjithmonë a kënë si larkë pubs, edhe në Shqipëni më duket a kënë e kam një mrapa, bela 88-89. A kënë aty të punua të shpia dhe kanë ardhë njerëz prej fshatit, nuk e di, i ka thonë punë e marë, që po bani, ka thonë, jam të godit rrugën me prunë makinën të shpia. Kjo ka në 88-89. Çfarë punë e bëdhe babaj në Shqipëri? Baba në Shqipëni është marrë me, thuja, gati si, me bakti, e kupton, po me bakti gati një formë tjetër, dim një tullë të dim nota atje, versa tërë delte në vërmosh. Po, me një ato bakti, se më thonë, e ka kriju trektin, e ka kriju tana që kena pas. Edhe para se jena nisë, në majtë vërmoshet e kena pas banjën e kena pas mrenë, lavatricën e kena pas mrenë, tajla kena pas mrenë në shpi, edhe kur ka ik baba, kanë thonë, tash që ka ik gjeshfrani, po na që ka lypim këto. E ka pas jashtëzakonisht. Vlau, se nga politika, nejse si ja kena atë kohë, po se më thonë nuk e kena pas drejten me shku në shkollë kështu, po tash me gjithse se kena pas drejten. Për qarë syve? Jena kena prekun nga sistemi. Po. Dhe e ka gjithë mënyrën tjetër. Mënyra tjetër është mja zanadën. Zanada që ka rrëva qepsë. Edhe ka quen kursën Shkodër, më duket gati i vit ka nejët në kursën Shkodër. Edhe kur ka dalë rrëva qeps, që të gjithë ishin të punua, se më thonë, kusha ma mira, i që punën me lëpata me shatë. No, rrëva qeps ka qenë privilegjuar. Absolutisht. Edhe punë e ti në atë koha, a kenë sigurisht ma prestigjioze se punë që kam unë sot këtu. Absolutisht. Edhe, e ka pas edhe makinin për rrëbajgjip Singer, më duket e ka pas, po në atë kohë më duket 45.000 lek, po gati si me kenë, nuk e di me pare sot, po 4.500, bela dhe ma shumë, e këptën. E ka pas, janë kenë, vetëm 2 orë janë kenë në tanë Shqipni, sahat a kështu, e vlavë jam e ka pas njërën prej tyre. Sa për ata, gjyshja, ajo gjithmonë thote puna me shtira deri sa shkosh te pragu i derës. Se kur shkon te pragu i derës puna ka kryer atë, e kam harua. Po më qua prej kultukut, prej si dealer,
Shku te pragu derës, e kupton, me vazhdu punën. Edhe baba ta e ka jashtëzakonisht, ças ka bën vakis, ma kurse kam një më thon prej 10 minutë. A ma vonë a nesër. Ato fjalë s'ma marr mendja se e ka citë ndonjëherë prej gojës. Avokat nëna ju është me origjinë nga Hysajt. Po. Allah ta prej përboshit se janë. Po, për moshit, po. Ata janë shtëpi flamurit, shtëpi Bayrak. Të në kodnat ata janë kanë prinsa të prinjë. Lutz Margjeloshi me Degjelulin janë kanë krah për krah. Kur e ka qua ka 1919 që ka pa qua letër në i pasha sultani atje për shembull që mi dërzu armë, edhe ata që i dërzojnë janë të falën. Po, me gjitha ata i vetëmi njerë që nuk janë të falën, janë Degjeluli, Frant Pali, Marash Pali, edhe nërta Lutz Margjeloshi. Ata gjithmonë janë kanë në front, erdhi komunizmi. Po, në atë kohë, për shembull, kur ka ndodhur çka burrat kanë badalën në mal, thuaj, a kupton? Po tani në atë kohë kanë ndrojnë kufini, e gusinë e kena të dera. Tërsa me dalën mal, hajde të kalojmë në gusinë, 2-3 muaj sa të kalojnë kjo dhe kthena. Po tash ajo punë nuk ka bën 3-4 muaj, 5-6 muaj, pa ajo ka bën deri 90-91. Edhe aja kthye me marr do shok aty edhe në atë kohë ato dy shtete kanë bashkëpunuar 100%, edhe këti e kanë prit edhe e kanë pushkatua. Atër janë bërë skandalet më të mëdha që mundin me bërë me këtë punë. Për atë arsye jena kanë prekun, po me gjithë ata edhe më ndena për shembull kjo është opinioni jam, se nuk kam fakte ala, se na si shqiptar fatkeqësisht historinë nuk e dim. Edhe historia që jam mësuar për 50 vite, ajo histori edhe i kam emra tekun, po ajo histori anë nënshkruar prej 3 rdhësve. Okay? Sot, Skënder Gjinushi është në krye shkencëve politik. Tash kush me hinë internet, po bi fjala për përdori si shembull, është Frank Cali. Okay? Si ka mundësi se gjithë kush e din propagandën e tina, po nuk i din të mirat e tina? Kush ka dashur me ka kallëzuar historinë e tina? Skënder Gjinushi. Skënder Gjinushi thuaj aja është që e ka vrarë, pikë. Edhe tash e them këtë punë për këtë arsye, se Degjeluli, Frank Cali, unë për vetën s'ma marr mendja se ka 2 figura shqiptare që nuk e kanë asnjë njollë në biografi tyne, zero. Asnjëri sa kanë Bayraktar. Se Bayraktarët në fundit të mush me thonë, këtena kanë gati si punë ambasador, shaknena si ka mundësi që Bayraktari e ka shpinë, keq, e shtëpia tjetër është e kupton, me kasht, nejse. Po këta janë kanë 2 figura që e s'janë kanë Bayraktar, e s'kanë pas titull, e s'kanë pas zero. Po tash si ka mundësi që me hinë në internet, gjithçka për shembull, edhe këto që i përdorin ata kundra tina, këto, ajo source pikërisht është prej Jugosllavë. Aftën? Tash me gjyshin tem, çka bani? Si e qunin gjyshin Currin i thon, po si e qunin? Pjetër Gjeka me Mark Pashkun, janë kanë shok. Këta tash kanë ik edhe tash në atë kohë që kanë ik këta, një djalë që 13 vjeç çoban. A kanë atje në mal të rujt baktit, edhe ka fshit, edhe ka dek, fatkeqësisht. Tash, po kjo është propaganda. Çka ka ndodhur? Partia e ka kthyer këtë tragjedi që ka ndodhur, çka munda me bë me ta. A munda me përdorë të si? Absolutisht munda me përdorë. Si? E morën këtë tragjedi edhe këtë djalë që e banën hero, me hymn për 50 vjet, hero i popullit. Sepse e thanë se kur ka një këta, a ideali ju ka dalë për para, mi nalë këta të ik, edhe këta me thike e kanë preje bom kënena e kanë citë nduj. Tash, i gjanë di për shembull, se shqiptari në zemër është humanitar. Nuk jena katila sa për ata. I kena pas në verin ata, po në përgjithësi, jo, shqiptari është humanitar. Tash,
Në luft me turke, me shkjak, nena, kur e kanë kap njërin në rëbë, okay? E kanë qamër matos, ja kanë hek burnin, po jetën kur që ja kanë marrë. Pik. E jo me vra ideal 13 vjeç. Mark Pashku me familjen e Petër Neks janë Trebrens. Tash për 50 vjet e kanë përdorur. Për çdo vit për shembull kur vinte ajo kanë bën filma, është filma shqip, këngë, në Tiranë, teatr, nuk ka pas njëre në Brens, në Shqipëni që se ka di kush Petër Neka. 50 vjet e kanë bën himn. Tash e vërteta është të skalitur në ngurë, po edhe ata në atë kohë se investigu e kanë kështu, po nuk e kanë çpall, po janë dokumentet për shembull që kanë dalë aty, jo duket se ka rshit fëmia vet. Po tash 50 vite e kanë përdorur ata. Këtë familje e kanë jo shtyp, po shtypën në formë për shembull shnjërzore, këtë. Kjo është tanë i kanë burgos, nenët, nuk e di historinë e se cilit, po pak familje ke që janë matë përzekutu me se kjo familje. Ka qenë mamaja juaj në kamët e përqendrimit? Tezja kanë. Nana kanë tepër e vogël. Kur janë kanë të ullë, këllë marqë, se më thonë, gati ka shtua këta, po tezja kanë ne atje, nuk e di sa vjetë, edhe kur ka dalë 11 vjeç. Kur ka dalë 11 vjeç, i burë aty në shpis nuk ka kanë. Edhe shpin ja ka marrë sistemi, krejt. Kjo ka fjet në sallë baktish, ku edhe këto tratë, si më thonë, nuk ishin kështu pucatëna, po ishin tapëna, për çdo natë bela njëshin me 4 gisht, borë, mito. 11 vjeç. E mban mend gjyshin? Jo, nuk i maj mend asnjëherë. No. 11 vjeç a kanë edhe thotë se bela shkoshin, nuk e di, me marr ujat e çka, po aq bori ite, që vanoshin bela 3 sahat. Se bora dhe këto 11 vjeç, sa borë mundesh me qa. Atena vjeshërsi, mas vjeshërsiet, automatikisht, po, me gjitha ato vjeshërsia, kjo ka ana psikologjike është me damshme që mundet me kenë. Që edhe sot, kur hinë YouTube e kështu, merë me men, kënohet kanga e Nik Petër Neks. Që s'ka bëma ki. Po, tash, kjo është fatkesia me malë që kena na si kom. Këtë historinë, nuk po thomë me dalë për çdo nato, me flamur shqiptar, historia mire ke që s'ka rëndësi. Po jena ko, me kena historinë. E ndaq i ko me çkatrua pikrisht, banat ko me mohua historinë e tyne, edhe ka kry puna. Unë të falenderoj shumë për sjelljen e kësaj historie. Kam pasur fatin që të kem një bisedë shumë të gjatë me zotin Hysaj, edhe e di këtë histori, por duhet të sjell për shikuesit se pra ata persona që më përpara shteti komunist i quante tradhtare, anti-shqiptare, janë njerëzit të cilët janë këtu në emigracion më aktivët, qysh nga familja juaj, që nga familja Nikolës, që keni dhënë dhe vazhdoni të jepni një kontribut të madh për çështjen shqiptare, për konsolidimin e demokracisë, por për gjithçka që është shqiptare dhe unë ndjem kënaq që ju kam sot në bisedë. Vazhdojmë atëherë tek rinia juaj, tek shkollimi juaj. Pasi është nuk do ta kalojmë shkollimin tuaj se e krahasove ti për modesti profesionin tuaj sot me rrobaqepsin që ishte vllai jot në Shqipëri, por besoj se është një sakrificë, është një investim i madh që keni bërë ju, që keni arritur sukses. Dhe a ke punuar, se gjatë kohës që punonit më vonë pasaj babai ka marrë keni bërë restorantet tuaja. Mi shpjego këto. Në shtëpi tonë veçor kam punuar, se mos ishte kanë për unë. Punuar gjithmonë kem punuar. Tash fatkeqësisht edhe si formohet njëri, gjithçka është, në atë moshë deri fëmia deri në 7 vjeç, i 100% vjen prej prindve. 7 deri në 14, 50%. 14 e pastaj, bela 2-3%, se atëra është televizori, shoqënia, komuniteti, bla bla, e kupton? Tash, ai sistem na ka formuar për shembull, mina keq ata që jemi. Ju tha në fillim që ta nisim aty tek unë dua të sjellësh eksperiencën tuaj pozitive.
Pra, ne i thamë se i fillove klasën e tretë pa ditur as një gjerm anglisht. Si ece, si arritë di që bere avokat? Kur kena arë këtu, baba edhe nana e kanë ditë, e kanë ditë për shembull, që dhe më thonë shkolla se nuk e kanë pasë. Kjo është shumë e rëndësishme, se shumë njerëz e dinë se e kanë. Po, ata që e dinë se se kanë, e kanë angazhimin shumë më të madh. Edhe baba e ka në këtë formë, për shembull, imagjinoj me pas një makinë sportive, edhe s'ke asfalt. Ti e din se me pas asfalt, më shtyp gazin ajo që ban. Edhe aty ata e ka se më thonë, nuk ka mujt potencialin në me shpërthy potenciali tina. Edhe aty krejt e ka, si më thonë, edhe sot e ka, 100%. E kam një për shembull, Gjergja është, më thonë, shumë antikomuniste kështu. Ti mund është me e kësyr gotën gjysë bësh. Gjergja është me drejtësi, për shembull. Kur ka njëri potencialin, lënë më njërë, për të jaj nuk ka tu bante çka e kupton. Tash kur kena këtu ai gjithmonë e ka shtynë shkollën. Tash, si më thonë, me hi thellën shkollës s'kena mujtë, se nuk e ka pas. Po e ka ditë, për shembull, çka është. Edhe gjithmonë e ka shtynë shkollën, edhe kam pas mundësin që me shku, me vazhdo edhe me krye, si më thonë, me krye juridikun. Filloren kena ne të në Hamtramik, edhe 8 vjeqaren, po tash, kur ishim në 8 vjeqare, shumë prej shokve, sa ata ishin nga Malizi, ata kishin arë me Kishte edhe shqiptar në klasë? Po, ishim plot atë, se shumica e shqiptarëve të gjithë ishin në Hamtramik në atë kohë. Në rrugicë tonë kishim 2-3 shtëpia, se cila rrugicë, edhe ishim shumë. Të gjithë ishin nga Malizi, ata kishin arë shumë vite para nesh. Dhe ata në atë kohë ishin të dalë kënejna në majla në vendet mira, edhe një ditë ishim të shkuat e puna, kena pas i resant atë në Jefferson, edhe të folë me vllai e thëmë, për na kur kena me ikë, e kupton? Kur kena me dalë prej këtu, edhe se ra punë e shkollës. Tha, a dhe më shkun në Grosse Point. Unë as të kishëm një herë që a dhe më thënë në Grosse Point, a ku vjen a tjetër, e kupton? Edhe, qëka është ta jo, kështu, është një që vjen atë të restorant, edhe kena me folë me ta. Nuk e qova ma gjatën. Edhe, kur shkojmë aty, a ite aty, vlavi thotë, a i kite 2-3 shtëpi atë në Harper Woods, edhe ajo pjesë mundet me shku në shkollë aty në Grosse Point. Po më thotë, a i përdojnë Andresën pa marak. Edhe vitin e pare, high school e kam vazhdu atje në Grosse Point. Po tash, prap unë, bella ishim kënë deri në Sterling Heights për para, po kur kam shku atje në Grosse Point, kur kena kalu asajt nga licenja, ato shtëpia, atë Jefferson. Oh my god, a disi ma duk, bella, atër ma duk se kam arta ma në Amerikë, në atë formë, e kupton? Edhe kam vazhdu atje. So, prej në Hamtramik, qoshëm në natë, leshëm babën të punë aty në Jefferson, edhe prej aty të shkoshëm drejta nena. Edhe 35 minuta zi, bella, nuk e di sa ite. Po, di me thonë këtë se një ato 4 vite një kanë bella eksperiencë me malë që kam pasë në këtë formë ku jam sot, se jam i bindën, mos kishëm shku aty, se më mërmenja se kishme kanë këto ku jam sot. Se, prap, në shtëpi tonë, se më thonë, shkolla kanë gjithmonë e rëndësishme, po, muhabeti s'ka hi të e për thellë, se kena trashëgimi atë mund, e kupton? Po, tani kur shkova atje, me ata shokë e kështu që i kishëm, shkoshëm të shtëpia tyne, edhe ata, se më thonë, vetë një muhabet që i bashkë një të për shkollë. Edhe kjo mua i të si saj gjumër që nuk e kuptoshëm. Atër kam shkua në shkollë të naltë, kam marru për shkencë politikë, kam ne një tupë kohë në Washington, kam punuar të ambasada shqiptare, po, edhe sa për ata gati kam dash me ne atë në Washington krejt, edhe me shku në shkollë të gjitha. Cilin vit ka qenë kjo? Ajso në ka majmen kështu... Ambasador kush ka qenë? Aleksandr e ka pas... Salabanda, Aleksandr Salabanda. Po, bashkë. Edhe pasaj atër, erdha këtu Arostova, atër kam me këtë, se kam dash me ne në Washington kajtë.
Më vonë pasaj për avokat, kur e marrë shkollën? Po, shkollën e kam bë këtu Western Michigan Cooley. Tanë puna ite me marrua sa më shpejt edhe me vazhdua karrierën e kështu. Atër kur kam dalë prej që kam marrua juridikun, po edhe juridik, me thonë drejtën, vitin e parë, a kenë shumë vjeshtësia, gati si një që vjen nga Shqipëria që nuk e din anglishtën. Se dhe gjuha e jonë, po bifjallat i vjen e gjyz me mua, anglisht flas, po nuk kupton që thotë. Edhe ajo gjuha ka një gjuhë tjetër që jo se nuk e përdorshëm kështu për çdo ditë kur fliqëm, po tani se kish një gjuhë në herë. Tani lexoshëm ato case-at aty, atëherë më do të edhe me këshyrë që do më thonë kjo fjale tjetër. Sa ajo kanë, vjeshtësia, po si tana tjera, me kanë ka dalë të tana të gjitha banë. Pse u bërë avokat? Kishe vullnet apo rastisht? Partë tonë kanë luftu me shpate, me pushke, me kështu. Me luftua e kena si në gjak. Kjo vetëm ma informë luftet tjetër. Me thonë drejtën, në fillim prapë, fatkesisht, kur nuk diskutohet shkolla kështu të shtëpia për shembull, dhe njëri e ka herë edhe problem për shembull me gjithë ata që do me bën, a kupton? Tash drejtësia është i koncept. Ligji është çilësi që i hap dyert me shku aty. Se nuk ka se nuk ka drejtësi, ka drejtësi. 100% ka drejtësi. Drejtësi s'ka pas në Shqipëni, se në Shqipëni je ken i fajshëm, e ke pas ti barën, me thonë se nuk je i fajshëm. Këtu është në kundërtën. Këtu të arrestosh gjithçka, po këtu s'ke nevojë as më lënë dëshmia sa të thonit. E ka barën shteti, me thonë se e ke ba. Edhe ajo barë është aq e nalt, 99.999%, që ti si i Bushiq, vetëm një birë ke nevojë pap me balla, ajo ka krye. Tash, për drejtësi ke nevojë gjithmonë. Kjo puna. Edhe historikisht, edhe këto që janë bërë kongreset e gjanat e ashtu, na si popull luft kur s'kena hum. Na kena hum luftën në tavolinë, se cilën herë. Aty janë hum lufta. Edhe aty bëhet lufta. Pik. A u kënaqën prindit kur ju dolët avokat? Baba thot ditë më të gëzuar që janë kanë atë natë që ka kaluar kufinin, edhe kur e ka marrë unë diplomën. Tash, unë në shtëpi jam avokati i dytë, po i pari me diplomë. Se njëri që është avokat kështu në shpirt. Baba është avokat edhe prapë thot, një me pas vetë atë letër që geti, ka të zëjve që baj. Edhe i besoj 100%. Po, i pari jam që i kam diplomua kështu. Para se të shkojmë tek zyra juaj e avokatisë, ju jeni rritur në një familje me vëllezër. Ku janë vëllezërit sot? Si kanë përparuar? Vllavi më të ka ardhur këtu 19 vjeç. Edhe kur ka ardhur për i kohë shumë gjatë ka punuar rroba qeps, edhe këto. Para ditët rroba qeps, mas ditët punonte në restorant. Vllavi i dytë ai ka ardhur 14 vjeç, ai ka filluar vitin e parë. High school e ka bërë këtu në Amerikë. Pastaj edhe e ka marrë diplomën. Ka marrë diplomën in business, bachelor's degree. Edhe na kena ardhur 91, 93, 94, më duket ta kanë hera e parë që kena blej shtëpinë në Hamtramck. A kanë $35,000 në atë kohë. Që shtëpia të tjera bela ishin 9,000, 12, 15, 25, po kjo shtëpi me thënë drejtë, a kanë shumë rregull, a kanë të policia, a kanë mallë, nëse, po ata na shikoshin thoshin, jeni të marr, keni lujt meç, si blej shtëpia $35,000. Po tash, prap, nuk e thëmë në këtë formë se, baba jam e kështu, po me të vërtet, shumë larg pamës në shumë gjana. A i ditë se $35,000 se kjo kam e pas deri një herë 2-3 eq, edhe gati sa në shqit, gati 3-4 herë eq kur në shqit ajo. Atër i vit mrapa kena blej restorantën e parë. Edhe kur i kena blej restorantën e parë, edhe tash,
Edhe baba në atë kohë ka menu se shumë herë i thoshin njerëzit, ke pas kollajse, ke pas djelme, bam, knena, po me thonë drejtën, a ken kohë shumë delegate, se të tani një ken 3. Tani një ken 3. Vlaj ma tha ken 19 vjeç. Atër aje ka shikuar në këtë formë, se me thonë tash, me punua Pretezat Construction në kështu është, po, me blej restorante, i blili edhe familjen edhe punojmë të gjithë bashkë. Edhe kena blej restorante në atë kohë, edhe a ditë e mrapa se më thonë, jena marrë me restorante. Avokat, familja joje ngushtë, cila është? Unë një martua 2010, kam një djalë edhe 2 varza. Djali 14 vjeç, edhe kam edhe 2 varza. Gruan nga ke? Gruan e kam fshatare, nga Kilmeni. Edhe të prej Vërmoshit, janë Seljan. Familjet tona janë Kojshi, se më thonë baba, gjyshat, stërgjyshat, den baba, den për shembull e kanë njoft njëri tjetrin. Çfarë punë bën zonja? Prap me fëmijë, punon sa mundet, po vajzën e vogël e kam akoma 2 vjeç. So edhe në shtëpi është ma punë se më shkua në punë tamam. Të shtëpia është akoma. Vëm tek zyra juaj avokatisë. Si ndjeni sot në zyrën tuaj, një emigrant, vjen që dhe Bashkuat Amerikës, gjithë atë eksperiencë të shkollimit që sot ju, si ndjeni? Më falë se bella jetë u këshyrë për i pyetje, përgjigje kështu ma drejt, po unë kam qefë se më thonë historinë me jashtu pak në tanë, tash edhe Urdo, si e mendoni ju? Tash edhe këtë pyetje, si shqiptar, si kom, vullnetin e kena jashtëzakonisht shumë të lartë. Se si popull, si shtet, merre Shqipnin, merre Greqinë, Serbinë. Ato 100% janë, nuk e di sa herë më të fuqishme se na, po janë shumë më të fuqishme se na, sigurisht. Po si popull, jena na paktën 10 herë më të fuqishëm se ta, 100%. Po tash kjo janë paradox, si ka mundësi me kënë kjo? Kjo janë, si më thonë, gjiganta të vëllë. Si ka mundësi? Tash allëna si popull, tash allë këto proteste që janë të banë në Shqipni, për shembull. Tash, prap, nuk janë, me qashot, nuk janë kundra investime kështu, se më mërë sa kush kundra investime, po, tash, a kanë me pru ekonominë ato? Nuk mund, unë, me një mjem, nuk mundin me pru ekonominë të një popull që nuk kanë shërptorë. Shqiptari, a me këpritës, shërptorë nuk ashtë. Ajtë shërben, deri se e shë si me ba ma mirë se ti. Tash, po i bjen ato, po s'po du me dalë jashtë temet, po shumica e ty nëse më thonë, të tanë kam i prunë për jashtë me punu atë, se shqiptari nuk është shqiptor, shqiptari është pronar. Pik, e dënë flamurin e vetë, tash, të pyetja allon, kur kam dalë prej, kur kam marrua juridik, në kanë herë e parë që kam marri paycheck. Tash, jo sa ashtu, se eksperienca duhet të gjithçka, po nuk jam kundër me punua të kona gjithçka, po, se më thonë, punon njëri sa punon, po, në fundit du me evu flamurin. E kupton edhe ashtu, jo unë, po se cili që janë shqiptarë, këtu në botë jashme gjithkund, se më thonë, e kena janë sukseshme, 100% nga ana e tyne. Dhe si kom, tash prej ku jem kënë, si në Shqipni, si jashtë Shqipnit, s'ka rëndësi, ma që kem dalë prej ati kurthit, si më thonë, nga ana financiare, qysha të na kena shku në mars, edhe jena këtu mrapa. 100%. Kena jetë me mënyra jashtëzakonshme. Që e kanë thënë shqiptarët, a mundesh me e ba këtë, bela kur se ka di që është e baj, edhe e ka ba. Ajo është vullneti që kena na. Po tash, nga ana tjetër, nga ana mentalitetit, bela me milimetra. Ato që i thot Fajkonica për shembull në atë kohë, e që vërteta janë atërë sa janë sot. Ata që i thot Gjerfishta, e që vërteta janë atërë që janë sot, edhe sot. E vajnë dhe herë që i këtë besirë që jim të bënë, tash, debati nuk është kush fiton, debati a kuptim.
Këtë e keq kuptojmë na. Po tash, edhe kjo më duket vjen prej këtij vullneti që kena mren, e kupton? Se tash shqiptari këshyr aty në fjalë se më thon kumpe e kapi me të kundërshtua, shqiptari kundërshton pe marrua fjalim. Pe kuptua që ashtu, po se më thon vetëm se ai përgjigjet me të kundërshtua, jo me edhe do më thonë ato që janë kanë as vërtet, atëherë janë as vërtet edhe sot. Atëherë kanë vujt për poste, e për tituj, e për gjana si ujë sendimin që gjakosin borën për buk. Ashtë e njëjta gjana sot. Edhe kjo është fatkesia më e madhe që mundet me kenë. Pra, lërinë e fitume. Okay? Lërinë e fitume. Kosova u bën shtet. Tash, i gjanë në shim që kena sot me përpara, sot e kena i mik. Jo mik, për kena mikën që kena pasën tana kohëna të historisë. Okay? Amerikën e kena mik. Kjo, kur s'ka nëllë përpara, tash, lërinë e fitume, pavarësinë e fitume. Po, edhe këtë e vejnë thojza, paqen me njëri tjetrin mund me fitua. Tash, ekonomisht, nga ana financiare, e kena se cili mundet me shkruje librin e tyne, nga ana, financiare, suksesin. Po tash, si kom, ose si fshat, ose si fis, e kështu, muna me shkru bashk, ajo puna. Tash, me pas një dronit, i veni 20 shqiptare në ta, po, me kënë 2-3 spatën ta, mas 2-3 orë se cili e mërë spatën e vetë, të preja njën me ba njën e vetë. Ajo është këtë drejtësi unë këshyri me gjana kriminale kështu, bela me 2-3 gjana të vogla, po nuk e reklamoj se më thonë merë me to, po liria gjanja me shtrejt që mundet me kënë. Edhe kur je avokat se më thonë ti, me thonë drejtën duhet me da vetin, kështu emocionalisht prej asaj punet. Po, në kena, unë pekresht kam i fjeshtirë atë punë. So, me gjana kështu, kriminele, ato nuk merrem me to, sepse për mua është i barë te për e malla me pasën në shpinë. Se është shumë shtirë minimu të kuj që i zdo minimu vetit. Edhe kur shkoj shpinë, dhe me fjet rahat. Numër 1. Numër 2, edhe kjo punë e emigracionit, për shembull. Unë i kam pa kushrejt e mije, prej malësijet, nejse. Dash, e në kjo anë para se jam kënë avokat. Edhe ato 2 gjana që mundi mi ashtun prej tyne është se, kur e kanë fitua kejsën, gati kanë qilë biren këto të rajgjoksit. Kur e kanë hup, avokati. Ate na i dahen familjet e kënena, nena, so me këto 2 qestje nuk merëm. Unë kam, se më thonë, qyshin fillim jam marrë kështu me aksidente, me dëmtime. Edhe merëm me to, në fundit një gjë, kjo është qestje, se këtu në Amerikë ka gjyqi kriminal, edhe civili, thonë, civil. Syje pëse i thonë civil, se i to dëmtime për fjala, prej negligjencë, para se jena qytetrua si popull, si njerëzi, jo kënë gjaqje. Pra ta i thonë civil, se të shqimë televizua. E ta është se më thonë, me pare. Na merë me inshurancë, me gjana, edhe ato qeqjet e inshurancë, they don't bounce. Jena të pajtuam. Si ke marrëdhënie me Komitetin Shqiptar në biznesin tuaj? Tash, jem na prej Shqipnijet, s'ka në mësia prej Shkodrët, prej Korçët, janë këta prej Malitzi, edhe po thomë këta prej Kosovës. Jem prej një brumet, po të pjekun në 3 shpëretën. Tash ishëm të kësyrë televizor tash i ditë, dhe se tani i masin të gjitha me kompjutra me gjana. Aty në Facebook, njerëzit që ka trohen me njani tjetrin ma shumë debat, babam, ishin prej Shqipnijet. Edhe nuk ite surprize ma dhe fort. Po surpriza ite kjo, se Kosova ite numër 19. Ajo për mua flet volume. Thënë? Në numër 1, ata ishin numër 19. Tash, pse në numër 1? Sepse, tash, shtypën ata. Po, nuk ka barabar si me traku i shia se me tra baba e nana.
Se aty ku jem na, për shembull, Kelmen, kur e kanë arrestuar ose internuar atë kanë. Ai njeri që i ka pa ditë kështu ai s'ka dalë as prej Tiranës, as prej Shkodrës, as prej Pogradecit, po ai ja kanë koj shija ose bela edhe më afër. Tash kjo mosbesimi që ja krijuar e ne është prej këtu deri në han, edhe sot. Pik, edhe kjo kanë gati arsyeja se më thonë me mujt me i prunë njerëzit bashkë me shoqat se këto kufit shpirtnor që kena akoma sot, ajo është fatkeqësi më e madhe që mundet me kanë. Tash klientët me komunitetin shqiptar është kjo. Prej Malizi, prej Kosovës, bela i kam mbledh prej atje në prej Shqipënisë. Sepse këta e kena këtë mosbesimin na. Në Kelben disa Këta janë fort, nuk vritën. megjithse juve shprehin rezerva për këtë fushë, juve përsërini aktiv në komunitet. Edhe ju jeni një avokat që jeni në gjitha eventet e rëndësishme të komunitetit tonë. Jo vetëm pse juve keni detyrë shoqërore që do ta bëjnë një pyetje me vete, por edhe si individ. Sa rëndësi ka, pavarësisht çfarë je në profesion, po të marrësh pjesë në veprimtaritë komunitare? Tash aktiv. Më falë që jam i kurdisën si avokat, like, Po e të okay. që të më thonë aktiv, e kupton, nuk jam të banaj, tash, se, gjaja ma, një, kërkush nuk e man men pa drejtsin, të gjithë të majnë men heshtjen. Ajo është. Tash që nëllë, 30 vjetë, një brendës Europit, jena këtu në Amerikë. Tash, se Amerika, se më thonë, njëri banë shumë busy, kënena, vlanë, për shemë, tash, 2-3 javë, për shemë, se kam pa, kam i kilometër. Edhe këtu, se më thonë, njëri, automatikisht, se dhe mos, me teknologji, me gjana, kështu, njëri vjen e shkrinjë, këtu, ma shpejt se gjithkon, kena, kështu, historikisht, kena, gati 50 brendza që janë shtypën. Edhe kena maj kulturën, gjuhën, të gjitha. E sot, si në shtypën prej kërkuj, po këtë telefon, se më thonë, aty u shkrihim ma shpejt se 50 brendza për para. Tani, tash, aktiv. Një gjë, unë, e vetëm e gjanë që i di, anë që i nuk di gjanë. Pik. Tash, nuk kanë se i kam tana këto answers, që i duhen, po, unë e di se do prej, si më thonë, kjo këtu nuk ashtë. E kupton? Ose ajo. Tash, nuk më thonë se i kam unë. Po, besoj se mundi me vazhdua debat që mi zgjil ato. Të tana. Edhe se cili opinion për shema mirë së ardhën. 100%. Se kjo është demokracia. E në Amerikë gjaja me rëndësishme është kjo sharing of ideas. Pik. Në Shqipëni në të kohë po vi fjalla, edhe menimet janë më nume tinalë. Mërë me men. Jo me shku mu shpre kështu. Tash, se edhe prapë, besoj se krejt edhe prej sistemet, edhe historikisht, po kur kenar prej eqë s'kam lekut. Që sot na e shikojmë paren, edhe mizët. Po, parja është e mirë, mësë më keq kuptoj se lypit parja për gjithë shka, po. Ma mirë është, po, kështu, përgjithësi, ma mirë është me shpenzu. Ko me thmi se me shpenzu në paren, da. Edhe, fund njëri e që i pasën mundit më ban, që janë njëri maj varfon që jashtë. Lumëtëria, që janë lumëtëria? Lumëtëria vjen, kur njëri nuk një lumëtëri kur merë. Vetëm kur nepë. Ela di që, se cili prej nesh, që i tjetët e në të shtrat deks, për shemull, vetëm e gjana që kena me majtë men, ose kena me nakna shpirtë me to, a di që kena dhante qka. Kur kena marë. Tani ke lom mundet me kene mushën me pare, ti mush me kene njëri maj varfën. Ma parë du me hagre dramca bashk, se fërdik vetën. Lumëtëria nuk gjenë kërje vetën, kur? Tash, kjo në puna, edhe unë e kësyri ga ona, se më thonë, si popull, si kelmenas për shemull.
për mua, nuk jam lokalist në sa zi të thoni, po, unë kelmena sa kreneria me madhe që mund me kanë për ashtu. Edhe nuk e thëmë se nga ana lokalist, po, nuk është i herën histori që na kanë në anë gabimit historisë. Kur? Jina kanë fiksi maj math, i lasht, edhe nuk e dim edhe sa i lasht jem, është jina kanë të hapun prej në Bosnje deri në Pej, i kanë thënë kelmen. Prej në Kroaci deri në Austri, prej Vuntha i Martina i Rugov deri në Lap, deri në Brekmac. Në ato kohë, thuja 70-75% të nga beteja luftën që janë banë prej kelmenasit. Pik. Prap, nuk e thëmë kështu me ashtu gjoksin, po janë fakte. Duke lidhur me pyetjen që të bëra, do të thotë që ju vini aktiv, sepse jo vetëm që keni shkolluar dhe keni marrë një profesion si avokat, por edhe geni, thoj ti, lot rolin e vetë. Po genja kështu, se kelmen do më thonë kele me men. Alla ju mundin me kënë, 100%. Po, absolutisht. E kupton, tash... Avokat të shikoj se ke nostalgji për kelmendin, po mund të flasësh për ato meritat kryesore të kelmendit, ndoshta pjesërisht. Shkolla e ban njerin inteligent. Lexon gazeta tjetër. Po urti nuk nep. Ata të partë tonë, ata janë kanë burra turt. Në veri, po bifi, ata kanë inteligent. I urtë si ka thonë kush në botë. Allaj që i thot i urtë është më zvet. Tash, ata tonë janë kanë të urtë. Inteligencë janë kanë se s'kan ditë me lexuar me shkrua. S'kan ditë me shkrua, po besën kanë ditë me majt. S'kan ditë me lexuar, po sa kanë këshyrë, kanë ditë tekstualisht. Tash, a kanë një çoban edhe kanë veti pyetje të tjerë, cilat janë gjërat më të rëndësishme që ka njëri në jetë. I ka thënë buka, pushka dhe pena. Okej, nëse. Tash, në krah tjetër, a kanë një në Oxford, edhe ai të marrua PhD-n. In political science, nëse. Edhe ai, se më thonë, e kite atë temen formimi shtetit, krijuesi shtetit. Edhe në fundit, se më thonë, conclusion që i kite ashtu, 3 shtyllat janë ushtria, industria, edhe shkollimi. Okay? Tash, ku përballojnë këto? Ky, çobani ynë, këta malok që na kanë gjujt, okay? Ky çobani ynë, edhe ai që çoban ka dhe Shqipëria nga jugu. Po them kështu e kupton. Po tash këto ku përballohen? Okej. Buka është industria. Pushka është ushtria. Pena është arsimi. Në të njëjta gjë. Ky ka shpenzuar 5 vjet në librari, e ky ka ditë prej jetës. Atje në Kosovë kanë gjëra shumë interesante. Ka dek një burrë se më thonë ai fis a shkrep hisja. E tash ata se më thonë kush më marr tokën e kështu, e kupton tash secili e kam dash më fort baba më nena. Edhe ka thonë okay. E kanë riçvarrua, e kanë marrë ashtin, edhe e kanë vënë kështu 45 gradë tuja. Okej, ose 90, nëse. Kanë thënë ju 3, hajdeni këtu, edhe direkt ishin këtu e kanë çpuar me gjilpan. Tak, edhe gjakun në asht. I pari ka shkuar si vaj në ujë. Edhe i dyti. I treti, sa ka ra ka pi. Okej, tani. Kjo që i përdorin këtu DNA është e njëjta gjë, veç në formë tjetër, pa është e njëjta gjë. Ajo, rast një ashtu, të kishë qua këtu, në kampanijet më të mira në botë, 100% njëjtit rezultat kishë me pas. Tash, kjo është urtia. Atëre, ata të partë tonë, me thonë drejtën, ju se janë kanë trime e kështu, janë kanë shumë turtë. Edhe nuk janë se i thonë vetë, këto i thonë historiantë. Atje në Kelmen, në ato kohë që kanë jetu me kanon male, tegre, kështu, në Kelmen, gjakmarrja, eq pa ka ndohë që vetëm se nuk ka kënë non-existent. Okay? Trimnia e Kelmenit e kanë thonë gjithmonë.
edhe e kanë thonë çerdhja e armiqve të saj është Kilmeni. Tash, janë shumë zona tjera, për shembull, Turku kur s'ka shkel këtu bam këtejna nejna. Okay. Kilmeni kur s'ka kalon ushtar, kur s'ka pagu taksa, kur s'ka kanë mercenar, po tash si ka mundësi se Leshi i Zi vrau Marko Boçarin. Shka lypi Leshi i Zi atje, ai si kanë tret berret me shkua deri në Greqi. E kupton, s'po them ashtu po në përgjithësi, ose njëri katolik për shembull e pas emrin Pasha. Veç po vi fjala, e kupton, po sa për ata tash jo janë kanë në malën, nuk janë dashur malët, ajo kot. Po Plavën e Gostin për shembull, I mean it's ashtu aty, e tjetër. Kur janë fjala histori e përsëritet. Cila pjesë përsëritet? Gjërat mira kur përsëriten, janë kësijat. Që përsëriten, se të mira nuk përsëriten. Tash, për ata është mirë me ditë historinë, se edhe jeta kështu në përgjithësi është tepër e shkurt, mi bën të tana gabimet e me mësuar prej gabimet tua. Po, ai urti e shë gabimin aty, bam, a bën kështu, që mos mi bën, e kupton. Avokatina juve për disa viteve jeni edhe kryetari i shoqatës Kelmendi. Cili është qëllimi i hapjes të shoqate, cilat janë aktivitetet e saj më kryesore? Tash, qëllimi i saj pikërisht, e qenë qëllime mundën me kemë, po çadra, që është, të gjitha janë narta, është trashëgimia. Historia, trashëgimia, gjuma, kultura, një është palci jo, një është tapia që kena. Ko me tira njerëzit kanë shkua, kanë skalitur në ngurë, kënena, me rujt historinë, na e veshim historinë, gjëbleta, pikë. Plisi, për vje fjalla. Gjuhën që kena na, lene që a thonë ata kojshit kënena nena, gjuhën që kena na është living fossil. Na, si popull, jena a living fossil. Pik, edhe po nuk e dim. Se kjo në puna tash. Jo se e di vetë, po unë di që jam i bindun që ashtu. A du të me kënë gjytar ose historian, mi pas e qenë diploma për shembull, se tash përshkoj të ai Çobani të Oxford. Tash, i gjallë i shembull shumë e vogël, kur delen mal, për shembull, nis me ra shi. Okay, tingullin që bana e na e thom shi. S'ke nevojë me kënë gjytar në punë, çan gjytar. Po tash edhe për çdo ditë se cili studim që del, vetëm e konfirmon këtë punë më shumë. Po gratis për shembull deri tash kanë thënë në Zvicër. Kjo vendbanimi më i vjetër. A dolin po gradec? Jo dolin po gradec, po doli 10 herë më shumë sa kanë në Zvicër. Gjuha jonë për shembull është zinxhiri pak putën. Tash kur thonë ka dy dialekte, nuk ka dy dialekte. Nuk ka, se me pas dy dialekte, cilin janë trungu. Ja, është gjuha gegnisht, dialekti janë tosk. Pik. Tash, po kjo është edhe kjo punë pse nolli. Tash, me kësyr këtë, sa me njof shqiptarin, ma mirë lexoje armikun se ata tundë. Ishte një kite shku në Rusi, edhe i thonë, u çudite se të tanë flishin gjermanisht, si ka mundësi, duhet me di gjuhën e armikut. Po, tash, edhe na, tash me njof shqiptarin, shko lexo armiqët tonë, edhe ata të regojnë na, kushtina pikrisht, ai historiani shkja thot, kërkosh nuk e çkatron shqiptarin si shqiptari vetë. Edhe që ndolli? E prunin në verin atë. Pse e prunin? Ka tilin matë që eksiston. Sepse, kërkosh nuk mundit me shkatrua shqiptarin si e ka ashtu. Një ta burra që i ka vra, për shembull. Fishta, i të 5 vetë dekon për para pëse e treti vorët. Se aje ka pasën men që historia vazhdon me mua, marrën me mua. Tash, e ka vra për calin me shok. Që, ushtëria e sultanit s'ka mujt një vra. Ushtëria e shkjallë s'ka mujt një vra. E kupton? Edhe ndolli. E qatë titër ndolli? Standardi i gjuhë, pse nolli kjo? Jo se kjo lufte e klase është për mua baraz me zero. Nuk ka diskriminim me luft klase. Okay? Lufte e klase për ta, ai njëj që është i rrezikshëm për mua, sin kjoft kojshi, sin kjoft në vërmor, sin kjoft në kolispol, nuk ka dallim. Edhe kjo, të gjuhë, pse ndolli kjo? Jo se averiu e juge janë mocihana ata. Sepse unë besoj se ajo kanë pjesë të programit për shembull që me këputa ata pik. Tash shoqata ç'është? Shoqata është i këtë trashëgimi tonë që e kena, okay, që ne kanë mohua 50 vite. 50 vite.
Jo tonën, po të ato tjerat, po ne pikërisht sidomos në Kelmen po vi fjala se alla jo bete gjëra që ka ndodhur për shembull, automatikisht është pjesë e sajna. Tash i këtë trashëgimi po vi fjala na, po se majtëm për shembull jena shua për gjithmonë. Pikë. Alla agjinaf, sepse me pas bota jeta hero që kena na. I të gjumë, jeto tesha, jeto gjana që na i marrin për granted, e kupton tanë bota kite me ditë. Tash unë i kam një babat e nanat për shembull kur flasin me fëmijë. Okay? O, ju nuk dini se s'kena pas buke, se më thonë në fundit u thonë fëmijëve you're taking it for granted. Okay? Po nga ana tjetër tash, këto historinë, kultura, gjanat këto që i kanë këta print, janë të i take for granted dhe lëzdin. E kupton është të njëjtë, a pashyra kjo. Right? Tash, suksesi i saj është që, sot 20-30 vjetë për shembull që me shkua të ëllë me pari njën këtë punë të i vazhdua akoma. Me këshyrën Balkan, jena vetëm nërë që jena shtetë kom. Të gjitha të tjerë që janë shtetë fetar. Shtetë fetar që në më thonë, në shtetë ortodoxe. Pik, i ka kriju Rusia si ambasada. Tash, pse jena në shtetë kom? Se shqiptari është mi tabela. Që në më thonë ata? Besoj se besa e Zotit, a kenë para se kanë ardhë fenat. Që më thonë, këtë e kena pas për para, besimtari na kenë gjithmonë, edhe sot, fetarë si na kenë korë. Tash, ti vend tabelë qëfar dush. Tash, edhe nga ana politike, tash, a je maj, a je djath, a je kështum, zëtni, të mëse me tabelë, unë jam i drejtë. E përdojnë, që menon, se ka me votuar gjithka që janë shtë djatë, gjithka që janë shtë majtë, atërë ka i probleme. Ai politikani thote, në kjo se ti bjen dokord me mua 55%, lutë ma në votën. Në kjo se bjen dokord 90%, zotin shkët e psikologjia. E përdojnë, tash, edhe kjo, tash, në Shqipni e kam vune e po bifjala, këto kafe që janë. Jo, nuk shkoj të filani se kanë klanin, ose nuk shkoj të filani se ka topin. Nëse e kupton tash, ajo do me thonë për shembull karakterin e njerit. Po këtu në Amerikë, në Shqiptarë, që në do? Po këtu në atje, po edhe këtu ndodh kjo. Tash, fatkesia me male është, se edhe këtu në Amerikë, ato ndodhë si soj balkanizimit, e kupton, që e në të pashyrë, e majmen të restoranti i vlaut. Tash, kur hinja të mreni të i televizore, ishin 2 njërë në 2 atje. Po tash, kjo e rrideri të dera, edhe të përbali të Fox News. Po atë i të CNN e kjo i të ESPN. Po tash, nuk shikoj kënena nena, po vetëm kështu drejt. Edhe, po vi fjalla gati ka ardhë në Amerika në atë punë, edhe u këthy mrapa nuk ashtohi. Kjo është, jo smunje, po kjo është smunja e komit kjo. Tash, se edhe Amerika si shtet me shikua, është gati në formë si Shqipnia, për shemë. Ska nësi, qëfar fete, qëfar komet, e kënena, jena Amerikan mi të gjitha. Edhe na, si shqiptar, ska nësi, një gjë, në Shqipni ma shumë bela ke njerë që besojnë në shtriga se janë fetarë të manë. Ska nësi, për shemë, katolik, kam besi mana feja, pa feja, kënena, një gjë, e ke komet mi ta, 100% jenë në regull. Tash, edhe kjo politika, edhe këtu e kam muri, në ato komente kënena, shqiptari me thonë, jo nuk votoj për ta se është demokrate ose kjo në republika. Ajo është çmendurimëre. A menon ti se e kanë me pas këta ndorat punë? Puna është na me pas i zon, e kupton? Me pas i zon, po bi fjala. Përqese kombëtare që është mi këtë të gjitha. Për tjetër, e kupton? A kini pasaj në ambicie për të marrë pjesë dhe juve në garën politike këtu në Amerikë? Jo në Amerikë. Në Shqipëri, do një? Unë, një gjë, nuk kanë të qëka që i kam menu thellë, po me më thonë nesër, këthejnë Shqipni të nga pa ministrin e jashtme, thonë, ja, fali më nërë, nuk e duba. Mene, krye bashkjak, mayor, qysh nesër. Edhe, pse e thëmë këtë punë? E thëmë këtë punë për shumë, nuk ka shtumë, se prapë, na si kom bujmë për titulla për gjana. Një gjë, më artë ofisi, unë titullin e kam atë në korniz, edhe s'pe thëmë për ashtu, po thëmë se është e rëndësishme. Thot, jurist doktor. Nuk e reklamoj atë punë. Qa do veçoshti nga
kryebashkiak me ministri i jashtëm. Tash, unë vim nga kjo anë. Prapë, nuk e thëmë nga ana lokalist për shembull, a kupton? Po, historikisht, Shkodra kanë betejë tonë Shqipënisë gjithmonë. Pik, aty nga kanë kulture, artje, biznesje, gjithçka, e kupton? Pazarin e Shkodrës kur ka hien veri për shembull, aja kanë simboli i kapitalizmit, jo ka çfarës. Ka çfarës e nëra ças ka bën vaki, e kupton? Tash Shkodër pa Malësi s'ke, Malësi pa Shkodër s'ke. Tash, aty, prapë, nuk duhet kush me më keq kuptua nga, se nuk e thëmë nga lokalistë veç jam të thonë se e di këtë pjesë. Tash, aty, ka jo histori e gjana për shembull që nuk është e shkruar me kërkon. Edhe unë besoj se tash me marrë historinë e Shqipënisë, vazhdon aty edhe marrën aty. Edhe kjo pjesë nuk është e shkruar me kërkon. Pik. Tash, do gjana të vogla, pikërisht për shembull. Nuk po them sa kanë në atë nivel, lidhja e prezrenit e kështu në rregull. Tash, prap, nuk jam i sigurt, po në Shqipëri për shembull, memorandumi i Greqës a lexohet kon, apo a vesh i rreshtallë me kalua. Për 50 vite na kanë mohuar aq fort që në Shqipëri me ditë historinë besoj se nuk ishin me ose nuk ishin i kurrë si kanë ikë. Pik. Tash prej në vërmoshën kanë ispol. Okay. Sa muzeume ke për shembull, s'po them kështu historikisht, po edhe çka kanë ndodhur dje. I vetmi muzeum që kanë po kanë në Shkodër dhe ajo Akishës. Po burgu i Spaçit, pse mos më kanë? Burgu atë në Tepelen, që kanë mazise e nazizëm. Okay? Sa kanë çojë, pse nuk është? Me shku unë po vi fjalë që nuk jam më të venali, unë e ksyri Belasi Sallbakti i shturzua. Pse? Pse mos më kanë? Aty ka ndodhur të merr. Tash unë pse dua atë pozitë, për shembull, pse kish me dashur atë pozitë. Sepse pra po shkoj të se ka histori bo, po shkoj të na, në Kelmen po bi fjala. Tash na 30 vjet këtu në Amerikë, edhe kjo shoqata gjana me kanë ma efficient të ma që munën me kanë, janë 4 kriteria që duhet me pas. Numër 1, kjo main, me AI-ne, what is the main objective? Cila në kjo kryesorja? Ashtë një prej këtyne duhet mi pas të 4, tha, ku me të marë. Cilat janë këto 4? Mehi është për pare. A-ja është për access, me ditë ku me trokit, ku me shkua, I është për ideja. Tash nuk ka rëndësi në kjo. Ti mund është me kënë bëgjës lako, ti mund është me jitu në rrur, mëre. A ke ideja, që ku ke karriken atë, 100%. Nehija për network. Po i ke këto? Kjo është ashërimi, is the blueprint, pik. Po si shqiptarë, kështu e kam pa shumë herë na. E formojnë. Bjere këtë se kanë pare. Drejgu, okej. Tash, aty s'ke access, s'ke ideja, s'ke network. Ato mesin baltë. Okay? Tani, bjeri njerëzit me edhe diskutu këtë punë. Atje, pra, po thonë për Kelmen. Okay. Tash, është kjo punë e kullës për eksalit. Okay. Okay. Tash, një kjo e ka gerçin të konë. Po na shqyqyrë si komunitet, se cili prej nesh për shemë është sukseshëm, 100%. Po, okej, një kjo, atë e lami këtë grupë, përën me ta, po ka kulla tjera. Pse mos me e godit kullën e DGU-cit në Vukel. A dhe çfarë historiet ka? Jo histori, po histori mrekullueshme. Pse mos me e godit kullën e Niklek Pepshi, s'ka lanë kanë mbrapa. A dhe çfarë historiet ka? Mrekullueshme. E kupton? Niklek Pepa në Gusinj, se në atë kohë kështu me kopili, ka ndash me marrë token, jo me armë. Ka ndash me marrë token në formë që janë të ndollë gati si sot me këtë paketën e maleve. Pa e ka kuptua. E kupton, pa shkollë, pa gjanë, pa e ka kuptua, dhe s'kanë mujtë me ashtu, sa tjetë e gjallë. S'kanë mujtë me vra s'ka mujtë kush, kurse si, që kanë banë, ja kanë helmu kafen.
tash a se meriton ai? Jo vetëm për ata, po e ka historinë e zgjatë që na nuk e dim. Që edhe me ditë, e s'ma shumë me ashtu, që është nesër kishin me vazhdua. Tash edhe këto janë probleme, ku mi vun? A mi vun ta marrë, a këton, vërmosh, a kënena, okej. Ta marrë është qendra e Kelmenit, po thomë. Okej. Po tash, a jena këtu në Michigan, na? Qendra e Michiganit, kua? Me themi se është në Troj, ku jemi neve. Bësh. Po tash, okej, a Detroiti? Po, absolut. Po kryqëteti kua, a Lansing? Po. Okej. New Yorku, është Manhattani, kryqëtetin e ka në Buffalo. Okej? Amerika nuk e ka kryqëtetin as Manhattan, as Chicago, as Los Angeles. Washington DC. E kupton? Tash çka do mish ku me grumullohet e tana aty në Tamare, po jo më njëri po ti Kelmenia më mos se Tamaria. E kupton? Okej, bane si këtu. Manhattani është the business center? Yes. Bane këtë political center, bane këtë history center, tjetër, për që mi grumulluat e tëna më, nesër me dashta thonë se dënë me goditi palat 20 kade, këtë me vund, amare? Atere, gjitha këto mendime civilizuse që këti janë shumë të mira, si du t'i verë komuniteti shqiptar, sepse ati në Shqipëria dhe s'po bëhen, me atë brez janë ati politikanësh, ose brezat e rinjë që po edukojnë. Si mund të japi rolin, kontributin diaspora, për të përmisuar jetën administrative në Shqipëri për shtet drejtus, e kemi po drejtus. Diaspora ka ashtu Shqipëni gjithmonë edhe diaspora ka me kënë që ka me vunë ato shina. Sepse na si popull, kur s'kena pa shtet kryum prej shqiptarëve për shqiptarë, kur? Zogun, fundit, në kjo, unë ja kuptoj meritat e të tana shtetit formuar që i ka. Flasim vetëm për si mundet potencialin ekonomik dhe intelektual diaspora të averë në shërbim të vendlindjes. Ja, tash, më falë se zgjas pak, aty deshta me dalë. Tash, Patër Zeflumi ka thonë, ti popull du të më ndryshua mentalitetin. Okay? Tani, 45 deri 19 a kena jo ko. 19 deri 2010 po thoma brezi imigracionit. Okay. 2010 deri sot nuk ka brezi imigracionit, a brezi i dëbimit. Janë të i dëbua njërzit. Tanë bota, rinia kështu në delin shesh, si janë të dalë sot. Okay. Në Shqipëni kanë shku në aeroport të lës janë këthu mrapa. Tash, a i zinxhiri i përpashëm ka ndryshua tabelën, po sot a 2.0. Ashtë i njëjti sistem. 100%, edhe këta e kanë kuptuar shumë mirë për shembull, çka ka më ndodhur. Për ata janë në fuqi, se më thonë, besoj se kjo është pikërisht marrimi i atij sistem, edhe se tash tan truni i Shqipënisë, por jo se nuk janë shuat atje, po truni është jashtë. Edhe këta besoj, sidomos këta mas 2010 nuk kanë shkuar në emigrim. Këta i kanë dëbua jashtë, me zërt. Edhe nuk du me kanë dëbume, kush do me kanë i dëbume prej venit tatë. Okay? Edhe të thonë kanë besoj se kanë monisë më këthyë, edhe nuk thëmë se prej natë, po ka me vazhdua. Tash, edhe këtu në Amerikë, për shembull, tash, këto shëqata gjana tira, për shembull, janë nga kjo, si është bloku politikë në Shqipëni, 2.0. Tash, edhe këta janë ata që kanë ardhë nga Shqipëria, që, gati një forma janë asimilua, po jo integrua. Okay? Edhe e kanë ata mentalitet që, bjere këtë me pare, edhe po një kjo, ma mira me ditë se me pas. Pikrisht. Me sharing of ideas. Këta, sharing of ideas janë, se më thonë, e kanë vëllohës vetë, edhe nuk marrë shtonë. Po kur jena në këtë lomë, të gjithë në gjaka laka. Po, sa tjetë ti kjo derë drëmi tonë, ty, vla me pas, ti e antar, o jam antar, nuk njënësh. Kur dalim, atër jena vlezen, komar, miq, shok, dashamir, të tana. Po jeton për shembull, po kjo nuk mundet mu da. Edhe kjo shoqat për shembull, kjo nuk është shoqat Ervinit, ase filanit, whatever. Kjo është e jona, është e ardhmja jona, është trashëgimia jona tjetër. Po këta se më thonë, e ksyrin se më thonë, jo emja, po jo më zotni, a ke kompani? Po. Unë e ke të regjistrume? Po. Pse ke të regjistrume? Që unë nesër ty me të futë në gjyq, nuk jam të futë ty si person.
po jam do të fut kompaninë, të shkoj shoqata. Nuk jam vetëm, është shoqata kjo. E kupton? Kjo nuk është më shumë emja sa është jotja. Me thënë drejtën, për këtë me më pagua ti kush më marr, kish më thënë të lutem jo. Po nuk më lën. Faleminderit shumë avokat. Unë juftova në emisionin Ëndra Amerikane dhe juftova pasi ju keni arritur shumë suksese vetë në mbështetjen e familjes. Do të falenderoj dhe prindit tuaj që ju kanë edukuar në këtë formë, vëllezërit që ju kanë ndihmuar e që keni bashkëpunuar dhe jeni një familje tinaj shumë suksesshme këtu në komunitet, pasi unë e ndjek komunitetin dhe ju keni qenë dhe jeni gjithmonë i kudo ndodhur në të gjitha eventet që komuniteti ka organizuar dhe ka pasur nevojë, qoftë edhe për donacionet, për gjitha gjërat. Dhe ku jeni me ëndrrën amerikane ju vetë personalisht? Pasi themi se ke realizuar, ndoshta mund të kesh më gjatë ëndrrën ose më ku jeni? Faleminderit për ato fjalë, Allah inshallah je kënaqur me mua sa jam kënaqur vetë me kënë këtu. Ëndra amerikane është kjo. Tash mashkulli, baba i shtëpisë për shembull, mashkulli gjithmonë ata kanë luftuar me push, me shpatë tjetër. Nanat kanë luftuar shpirtnisht. Edhe i nana fort e ban kohën e fort. Nana fort e ban shpinën e fort. Edhe lumturia është çadra. Të gjitha të tjerat janë ndërta. Okay? Njëri parja prapë, si thash në fillim, nuk kanë parja, nuk kanë, se më thonë, se kur s'kemi pas e shtëpi më të madhe, as kështu. Kur je shënosh, e ke familjen mirë, ke harmoni, je njëri më i lumtur në botë. Edhe ajo është ëndra, tash mund të thonë amerikane, mund të thonë të tëna, ajo është ëndra, unë besoj njerëzore. Pik. Tash ëndra amerikane për ne, nuk më duket na e kena realizuar ditë që kena ra këtu në këtë tokë. Ëndra amerikane për shumë njerëz ajo është shumë e përgjithshme. Edhe për mua tjetër, për babën tim diçka ëndra amerikane. Okay? Me fjetra harçi, s'ka nevojë për shembull me nej çum apo tak kështu të dera. Një kjo krizë, a kanë kriza më e frikshme që ka ekzistuar në atë kohë. Tash për ta mundet me kanë ajo. Për mua tjetër është tonë, po besoj mi të gjitha është kjo lumturia. E të gjitha vinë ata. Ajo është Faleminderit. Për mua, faleminderit shumë prej teje, kënaqësi e madhe. Faleminderit. Cili është mesazhi juaj për komunitetin shqiptar lidhur me ato çështje që ju ndiqni në zyrën tuaj? Çfarë do ju përcjellni atyre? Edhe pse jo dhe online të jetë numri i kompanisë tuaj që të kontaktojnë? Po, faleminderit. Na merrna me dëmtime nga negligjenca e dikujt tjetër dhe numri i telefonit është 248 923 1023 ose tinaj.la. Mundi më këshillua, më drejtua, po me çështje tjera normalisht nuk merrem me to. Po, nëse këshilloj ose drejtoj tikun, unë jam të këshilluar, drejtua barabartë se me kanë ropi shtëpisë ose ashtu. Ose nëse nuk di, vetëm them nuk di dhe me këshilluar tek an tjetër. Sa për ata jam kish më kanë shumë i kënaqur me fol me ty për çdo tjetër, edhe nëse ashtu, vazhdojmë procesin. Edhe e dyta, Andresa Ganis më quani Bill për këtë kohë. Faleminderit. Shikues nderuar, ju vendoqët bisedën me avokatin Tinaj. Unë duhet ta falenderoj dhe në emrin tuaj, jo vetëm për bisedën që bëjmë së bashku, për informacionet solid, për eksperiencën e jetës tij, për atë pasion për historinë kombëtare shqiptare, pasi gjitha zonat bëjnë atë të përgjithshme që është kombi shqiptar, por para ca kohësh më thotë se kam parë vazhdimisht atë emisionin televizor shqiptar të Amerikës, sot edhe do t'ju dërgoj të diçka që ndoshta mund të jetë mirë për emisionet. Dihet se ne kemi shumë kohë që po ndërtojmë studion, gjithmonë studiot janë në evolim, nuk mund ta lesh sepse gjithmonë një studio standard do ta ndryshosh. Dhe para një jave na vjen ky qëllimi që është këtu tapet, na vjen
as se dinin fare, thash ç'është kjo, kush e ka bërë, kur e shikoj aty Edvin Tinaj dhe e falenderoj në emrin tuaj, po më shumë do ta falenderoj dhe të falenderoj për nuk vlerësoj sasinë, sigurisht kjo e ka një vlerë ekonomike, por unë vlerësoj atë sensin tuaj dashamirës për vlerat në komunitet, pasi ne me 27 vjetë dhe unë e di që ka vlerë televizioni, por ju e shikoni dhe me syrin se si mund të plotësoni një bosh lek që ne e kishim, edhe të falenderoj edhe për shihen, pasi më thonë regjia se shkon shumë me studion, të falenderoj shumë. Në shembull për të marrë, jo vetëm për televizionin, pra kur ndihmojmë njëri tjetrin, ndjehemi më mirë. Ajo lumturia. Edhe të falenderoj shumë, me shpresë që një ditë të jeni edhe pse jo me reklamën në televizionin shqiptar të Amerikës, pasi Sigur. ju keni një kompani me emër të mirë, emrin tuaj e keni shumë të mirë, edhe komuniteti shqiptar besoj se ndihet më mirë, ju flisin dhe gjuhën shqipe, edhe të falenderoj shumë, të uroj suksese në gjitha fushat dhe lamit e jetës tuaj. Shikues të nderuar, ju falenderoj për vëmendjen dhe mirëpafshim në emisionin tjetër me një të ftuar tjetër në emisionin Ëndra Amerikane. Avokat, faleminderit. Faleminderit për tetë dhe po përfunoj si thota Nana Tereze, nuk ka rëndësi se malla puna, po se ma rëndësi kanë punë e vogla, po vetëm më bën me dëshirë, me dashni të madhe. Ajo është faleminderit për tetë. Falenderoj shumë, shumë falenderoj.